Përshëndetje për gjithë, uroj t'jeni mirë kudo që jeni. Sot do ju sjell një recetë të kifleve të buta si pambuku, të shijshme, po ashtu të bukura për syrin. Kifle në formë të luleve të mbushura me djathë të bardhë. Fillimisht në një enë të thellë bashkojmë qumështin, ujin, majën e bukës, kripën dhe sheqerin. Këtë masë e përziejmë mirë dhe lëmë të fermentohet për 10 minuta. Pastaj shtojmë vajin, shtojmë vezën, hedhim mielin gradualisht. Brumin e punojmë derisa të bëhet një brum i ngjeshur dhe jo ngjitshëm për duar. E mbështjellim dhe lëmë të qëndrojë për 1 orë. Në anën tjetër djathin e bardhë ta verena e grimsojmë në këtë mënyrë. Pasi brumi ka qëndruar 1 orë, e ndajmë në 8 pjesë, kulaçat i punojmë në këtë mënyrë. Prapë i mbulojmë dhe i lëmë të qëndrojnë edhe për 10 deri në 15 minuta të tjera. Pastaj i hapim me anë të holluesës, ju japim këtë formë, fillimisht i lyejmë me gjalp, djathin e vendosim në skaj, bëjmë këtë formë. Pra ndiqni hapat me kujdes, nuk do dështoni për dhënien e kësaj forme të bukur. Sipër e lyejmë me të verë të vezës të përzier me qumësht. Pjekja bëhet në temperaturë 200 gradë 20 deri 25